Do të kalojmë në një telefonat. Kemi në linjë Anetën, pseudonim. 32 vjeçë, punon infermiere në Gjermani në një spital shtetëror. Ka një punë shumë të mirë më në fund, se të gjithë kalojnë ato fazat e vështira, por thosë se ndjen një lloj detyrimi për të ndihmuar familjen dhe nëse nuk kontakton maman një ditë, ajo bëhet aq merak sa thotë do më heq fare nga familja, nga trungu familjes. E ndjen sikur prindrit dhe familjarët presin që ajo të bëjë miliona në Gjermani një ditë. Dhe ndjen në presion. Dhe këtë presion thotë e kanë dhe mikeshët e saj dhe madje njëra nga mikeshët e saj u ka blerë dhe prindërve shtëpi dhe mban gjithë familjen. Pra kanë presionin që faktikisht ato kanë shkuar në Gjermani, në një vend të zhvilluar, dhe ata mendojnë që nëse Shqipëria është këtu dhe Gjermania është kaq, dhe leku i imigrantit, nëse këtu ka qenë kaq, do jetë kaq, domethënë në raport të drejtë me Gjermaninë. Dhe ky është shqetësimi i Anetës, e cila prap thotë unë do i ndihmoj. Aneta, përshëndetje Dalina. Përshëndetje. Më thuaj pak, çfarë të mundon më shumë në marrëdhënien tënde me familjen, në pozicionin që je si emigrante në Gjermani? Në fakt, të përmend edhe ti, unë fakt jam vërtet e lumtur me jetën që kam këtu. Ndihem e realizuar. I vetmi shqetësimi im është familja, prindërit që jetojnë në Shqipëri. Për faktin se nuk më kam para syve, merakosën shumë shpejt, siç e përmend edhe ti edhe në rast se unë nuk i telefonoj paktën një herë, thjesht nuk do jem më fëmijë e saj, në kuptimin që më heq komplet nga trungu familjar. Tani më fal, kjo vjen si shaka? Ta thos si shaka këtë apo? Ka ndodhur raste për shembull që e ka pasur seriozisht kur ka qenë shumë e mërzitur, shumë e stresuar dhe e kam vënë re, domethënë unë vetë kam si thua, e kam përjetuar atë që nuk e kam më shaka, po e ka prej vërtete, dhe unë të hiqem e them, mos, kësa radhe ka prej vërtete, është vërtet shumë e mërzitur, edhe më duhet të jam më shpesh në kontakt me atë që ta qetësoj të paktën nga ana emocionale. Sepse e kuptoj fakti që jemi larg, ndoshta isha fëmia i parë që jam larguar nga familja, edhe për këtë arsye ka pas të vështirë që të mësohet me idenë që unë tashmë jam larg, edhe nuk është kputur 100% nga ideja që unë jam fëmia i saj, edhe tani jam larg, kam jetën time, po vazhdoj të eci, kam një karrierë, kam një punë, kam një shkollë, gjithashtu. Sa vjet ke në Gjermani? Unë u bëra 8 vite në Gjermani. 8 vite, dhe 8 vite është njësoj situata me mamin tënd. Mund të them që kam ndryshuar për faktin se dhe vllai im i vogël është në Gjermani dhe mund të them që ai është të përjetuar të njëjtin gjë që përjetova unë më para, edhe vëmendja sikur është vendosur pak më shumë tek ai. Por gjithsesi prap kontakti vazhdon her pas here. Është i rëndësishëm për atë që unë të kem kontakt me atë. Të paktën disa herë në javë që ajo qetësohet emocionalisht ose më saktë nga ana mendore, të jetë më i qetë që fëmijët e saj janë okay. Aneta, tani ti je në punë. Historia jote ka filluar në një vend që ishte pra në një provincë, ku ti nuk ishe shumë e lumtur, si gjithmonë ai përballje e parë me migracionin dhe pastaj avash ti je ngritur në detyrë, punon në një spital të mirë, mjekët kanë respekt për punën tënde, je zonja, pra gjërat janë përmirësuar dhe natyrisht këto gjëra i ndan dhe me familjen tënde në vendlindje në Shqipëri. Sa herë që ti për çdo fitore që ke, fitore të vogël në karrierën tënde, këtë besoj që e ndan, i thua mami, babi, po familjarëve që tani janë më mirë, më shtritur rroga etj. Ndërkohë që ti ndan këto gjëra, rritet dhe kërkesa, ke ndjerë që rritet dhe kërkesa e familjes, apo rriten pritshmëritë e tyre, ke ndjerë ndonjë ndryshim sa herë që ti si thua zhvillohesh dhe ecë përpara në karrierë? Prindit, falë Zotit, e kam të dy në marrëdhënie puna dhe janë vërtet shumë mirë. Nuk kam pasur kurrë pritshmëri nga ana ime që unë të kontribuoj në familje. Vetëm pritshmëria e tyre është që për shembull i madh shpesh thotë mas 5 vitesh ti do kisha arritur të kesh mbledhur kaq lek, domethënë financat e tua do jenë goxha të larta. Edhe do ishte zgënjim për atë nëse nuk do jenë realizuar këtë lloj pritshmëri nga ana e tij, nga ato. Nëse për shembull nëse unë nuk do kisha arritur diçka në Shqipëri ose të kisha bërë ku di unë, kisha bërë goxha lek me blej një shtëpi në Shqipëri, ai do ndjej zgënjur për faktin se mas kaq vite në Gjermani dhe nuk ka arritur dot të mbledhësh mjaftueshëm lek, me bëj një, ku di unë, të hapësh një biznes, të ndërtosh një shtëpi në Shqipëri, gjëra të tilla. Po që është vërtet, pritshmëritë janë të tilla. Domethënë, okay, po babai ku bazohen këto llogaritje që bën pas 5 vjetësh? Për faktin e rrogës, se unë marrë se normal jam goxha e hapur me familjen, i tregoj shumë shpejt shumë gjëra, qoftë edhe rrogën, edhe kur rritet, sa marr neto,
se si e menaxhoj, ne kemi një lloj sistemi menaxhimi para që unë kam huazuar nga IMAT, edhe ai para shumë e di pjesën e kursimit të mia, se si unë funksionoj. Nga kjo bazohet ai që ka dhe përqëmi të mëdha. Okej, do me thënë ti ndan edhe pjesën, jo vetëm rrogën pra, mujore sa e ke, por i thua prindërve që unë për kaq harxoj për qiran, kaq harxoj për shpenzimet të përditshme, ujë drita, pra i din dhe këto, kanë kontroll mbi financat e tua, si thua, kanë informacion të plot. Jo informacion të plot, si që përmëna me pash një sistem i huazuar nga IMAT që është 20-60%, like 20% për kosto fikse, 20% për diçka tjetër, 60% për kursime ose si thua shpenzimet e lira. Edhe pak a shumë duke ditur që si është rruga ime, ata e din se si kam kursimet normal, nuk janë aq si mund thuash në kuptimin shumë invadues në jetën time personale, qoftë nga rrogës, por që ka një pikpamje, një pamje të përgjithshëm të situatës time financiare, paktën kursime. Po ti Anita, ndjesh në presion për këtë fakt që duhet të kthesh mas 5 vitesh, duhet të kesh blerë shtëpinë apo të hapësh biznes në Shqipëri? E ndjej si presion personal, normal, e shikoj që prindërit e mi e kanë të lloj pritshmërie dhe e ndjej pak a shumë pak presionin, mund të them, se normal për mua është arritje më e madhe nëse unë të arrija diçka të tillë, të realizoja një gjë të tillë si femër që jam, e vetme, është pothuajse pamundur në ditët e sotme, ku nuk ke një mbështetje tjetër. Por më shumë ndjej si detyrim moral. Okay. Për faktin se sa ata kanë sakrifikuar për mua. Në të pyes edhe nevoja jote është që ti t'ju japësh këto përgjigjet ose çfarë ndodh në jetën tënde, ekonominë, pra i ndjen si nevojë vet, përveç faktit që prindërit e kanë si nevojë? E ndjej si që përmenda, më shumë është diçka morale që unë jam vërtet e lidhur me prindërit e i tregoj atyre, jam kaq e hapur edhe me këtë pjesë që edhe ata të kenë një pikë të një pamje të përgjithshme të jetës time, se si unë funksionoj, se si jeta ime funksionon, si është këtej, edhe marr mendime, këshillohem më shumë. Mund ta them që është më shumë pjesa këshilluese që është më e rëndësishme për mua se sa çdo pjesë tjetër. Duke ditur që ato është vërtet i suksesshëm në pjesën e financave, është si pikë referimi për mua. Anita, një pyetje, se nga historia që kishe rrëfyer për Elonën, përmend edhe mikeshat e tua. Dhe një prej mikeshave kishte blerë dhe shtëpi prindërve. Jeni të gjitha vajza e para, jeni të gjitha vajza single? Po. Dhe këto mikesha domethënë që kanë bërë kaq kontribut të madh në Shqipëri? Dhe vajza është single, po është vërtet që ajo ka kontribuar në blerjen e një shtëpie për babajnë e saj dhe nënën e saj, një pjesë, nuk mund të them komplet, siç ajo dhe tregon ose referon. Që në atë shtëpi jetojnë bashkë me vllajën dhe nusën e vllajt. Domethënë janë 4 anëtar familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi, ku dhe ajo ka kontribuar, po ajo vetë nuk jeton aty. Ajo vetë jeton në Gjermani, edhe nuk pretendon të kthehet ndonjëherë në atë shtëpi. Kuptoj, e kishte dëshirë të kontribonte, pra kishte mundësinë apo detyrua u shtrëngua, si thuash? Shtrëngoi rripin, siç i themin ne popullor, që shtrëngoi rripin që të kontribonte ta blidë atë shtëpi. Si ka qenë situata? Jam kurioze. Edhe unë isha shumë kurioze, por nuk doja të ndërhyja shumë në jetën e saj personale, se është diçka shumë intime. Siç ajo shpreh, thotë, më tha që e ka bërë me dëshirë në plot, e ka ndihmuar prindërit me blerë një shtëpi, e ka domethënë normal, kundrejt pagesës, domethënë kundrejt, domethënë si thua, deali ishte që ai do i ndihmonte prindërit të blerë shtëpinë, po ato lek do kthehen një ditë mbrapsht tek ajo. Se kur do them kjo ishte akoma pa qartë, por që ajo ka bërë me dëshirë të madhe një gjë të tillë. Këto marrëveshjet pa kontratë shqiptare që do kthehen një ditë edhe kur s'është asgjë te noteri, kur s'ka kaluar te noteri, këto mbesin në ajër, janë muhabete shqiptare themi ne. Nëse do doje të ndryshoj diçka në raport me familjen, ka diçka? Po, interesante. Kam përshtypjen se nuk e di nëse janë nëna shqiptare, nëse është background-i, mënyra se si janë rritur, nëse vinë, që me rakosin një zakonishim për fëmijët e tyre, dhe pse ata janë në moshë adulte dhe mund të jenë vërtet shumë të aftë të çajnë në jetë, të doja që ata të ishin pak më të qeta, të kishin çik më shumë besim tek bota që na rrethon, se
unë jam e sigurt që nëna ato na kanë besim te ne, na trajtojnë, do siç e përmenda më parë, nuk i trajtojnë vajzat në shtëpi si vajza, po si king dhe meshkujt si queen. Aneta, me që se e hapi jona këtë pyetje, po ti nuk e menduar për shembull të vësh limitet e tua, nuk e di çfarë moshe ka nëna? Nëna është diku tek 59 vjeçë. Okej, relativisht të re. Ti nuk e menduar për shembull ti vësh limite se në qoftë se shtaj shpreha e mëson keq. Ndoshta edhe ti ke mësuar keq duke ngritur telefonin çdo ditë, duke do të thënë rënë pre presionit të saj. Sigurisht që kam folur edhe me për këtë pjesë me nënën time jam ulur me të dhe i kam përmendur që unë nuk e kam mundësinë të përgjigjem në çdo moment, në çdo orë për faktin se punon në tre sisteme, në tre turne sistemi. Edhe shpesh ndodh që mund të jem punë, mund të jem në një rast emergjent, në këtë rast më punoj në departamentin e emergjencës që nuk e kam mundësinë të hapes pas kujt tjetër. Edhe ajo e kupton për momentin, po pastaj fillon prapa i meraku, që e ka të vështirë ta pranoj si fakt, të thuash. Faktin që ti thua, unë e ndjej si detyrim moral, po si nevojë nuk e shprehe. Pra që e ndjen si nevojë për ta pasur këtë marrëdhënien ku ti jep informacion. Pra të shkthyer në një lloj nevoje, e kupton, nuk e di nëse është e qartë. E kuptoj, po detyrimin moral e kisha për faktin e financave, përmenda edhe më pak dje të thuash, që një ditë, edhe pa ta bërë një pak më të madh, është domethënë çështjen e financave komplet, që një ditë nëse ata nuk do jenë më në gjendje të arrijnë të punojnë, unë do i lidesha një pension mujor, ti ndihmoja, meqense Shqipëria akoma nuk e ka të rregulluar sistemin shëndetësor, sidomos anën e sigurimeve shëndetësore. Prindrit normal që nuk e kanë akoma nevojën, por është si thua për këtë e ndjej detyrim moral. Ato nuk thanë jo, sigurisht, e pranuan, po deri në momentin që ata nuk do jenë më në gjendje të punojnë. Ky është detyrimi im moral ndaj prindërve të mi. Sidoqoftë unë i përmend vazhdimisht pjesën që ne duhet të kemi një proces individualizimi, shkëputje nga familja, që është shumë e rëndësishme të kuptojmë gjërat të cilat na pëlqejnë neve në mënyrën tonë dhe ta lejojmë këtë proces na ndjek, domethënë ta ndjekim ne procesin e lirisë individuale. Sidoqoftë edhe marrëdhëniet e shëndetshme në familje, pra nuk po përmendim rastet kur kemi familje jo funksionale, po themi rastet ku edhe marrëdhëniet janë shumë të shëndetshme, edhe në atë rast është shumë e nevojshme që të kemi një proces ku ne biem në kontakt me veten tonë, me vlerat tona, me mënyrën se si ne shikojmë jetën, ndryshe nga ç'na është mësuar. Prandaj nëse në rastin konkret apo në raste të tjera mund të ishte edhe kjo pavarësisht që ne mund t'i japim vetes. Të kuptojmë, sepse përmendi pjesën që dua të kenë më shumë besim tek unë, dhe kjo vjen nga diçka që ti e ndjen të nevojshme. Besimin. Ndoshta jo atë komunikimin e vazhdueshëm që ato presin prej teje, si miratime se çfarë arritesh ke bër, por edhe besimi është i rëndësishëm. Dhe kjo është një e dhënë që na vjen, se po e themi si informacion, si e dhënë, por është diçka që ty të sinjalizon nga brenda. Po ka edhe gjëra të tjera dhe mendoj se do ishte shumë e shëndetshme për çdo individ, jo vetëm për rastin konkret, që të jemi të çliruar nga ato që na mësohen. Ka raste që kjo, si thua, varësia ndërpritet ndonjëherë si me thik në momentin që për shembull në rast se Aneta do lidhej, do martohej. Mund të ishte edhe hyrja një të treti që mund ta apo jo Aneta, mund të ndodhte kjo për shembull me nënën tënde në momentin që ti do filloje njohje me dikë apo do fejohesh më mirë kur e zyrtarizon? Ndoshta do ndryshonte diçka sepse do ndjej më e sigurt për faktin që dikush tjetër është duke kujdesur për mua. Po thej diçka shumë bukur, që është edhe prindrit mund të mësohen. Me ti mëson që ata të mos kenë sjellje toksike ndonjëherë, ose të krijojnë nevoja që i përmbushin në mënyrë të shëndetshme. Pse ti kërkon një llogarish ose një informacion të tepërt kur nuk është i nevojshëm, pasi personi mund ta vendosë në një lloj situate ku thjesht e ndjen si presion, dhe jo si diçka që duhet ta bëj, domethënë
Kjo më pëlqeu shumë që e kape në një moment Dalina dhe mendoj se prindrit tanë mësohen. Pra ne mund ta bëjmë këtë punë edhe për ta. Po, dhe prandaj pyeta edhe për moshën, se nëse do ishin një moshë shumë të thyer, ndoshta do ishte pak më e vështirë të mësoheshin. Sa më shumë avancon, më e vështirë bëhet kjo thyerje, kështu që jemi në kohë ende për ta ndryshuar, që ata të çlirojnë nga disa nevoja që i plotësojnë në këtë formë. Nuk i ndihmon, sepse ai thon të bësh këtë reagim do thotë që ti ke një anks. Dhe nëse nuk e bën, shtohet anksi. Po duke eliminuar gradualisht sjelljen, mund të filloj dhe ajo ta qetësoj veten, që të kuptoj se nuk pse ta kem nevojshme ta marr në çdo moment telefon. Kur Aneta tha, unë jam dhe në punë, jam dhe në angazhime dhe nëna nga ana tjetër është në anks. Se pret që ti përgjigjet. Anks që ne e përkthejmë edhe merak. Merak. Kanë një dëshirë të jetojnë, shumë nëna kanë dëshirë të jetojnë në një merak të vazhdueshëm. Po ata anksin ja kalon fëmijës. Po. Tash e ka kaluar vllajt vogël, ë? Është ai duke... Po jam kurioze, ai si reagon? Se janë dhe fëmijët janë ndryshe. Është vërtet, vllai është pak më rastuar se unë, edhe shpesh nuk e hap telefonin, kështu që ata detyrohen të marrin më në telefon, të marr vllajin në telefon që t'ua hapin telefonin. Mami nuk ishi ka dorë fare, nuk e mëso ka njeri që nga shumë luftarake të kjo pika, që nga luftarake. Okej, Aneta, unë të falenderoj shumë, edhe të uroj më të mirat, ti je një gocë ambicioze, kështu që do ecësh përpara dhe edhe po se bleve shtëpi këtu, e rëndësishme është kesh jetë lumtur e të shëndetshme. Shtëpi këtu ka sa duash, mos u merr akos, merre me qetësi. Shumë faleminderit, ju uroj vërtet shumë sukses, juve uroj ditë të mbar. Te Aneta lajmi mirë ishte që nuk e ndjente kontributin financiar të familjes. Megjithatë presioni ishte se babai kishte vënë një afat. Dhe duke qenë se babai me sa kuptova ishte ambicioz dhe i arritur vet, edhe është babai, dhe është ai figura e babait, kështu që ato të dy sikur kanë marrë dhe nëna dhe babaja Anetës sikur kanë marrë rolet tradicionale të babait që është ambicioz, si shkoj përpara, duhet kthehesh të marrësh një shtëpi, dhe nëna që është gjithkohës në merak, domethënë kishte atë familjen tradicionale. Po prapë kur e mendon jo vetëm Anetën, po shumë shqiptar, kur e krahason me shumë të huaj në fakt, fakti që është 32 vjeç është një moshë goxha e madhe që ti je gjithkohës në merak, domethënë edhe të kesh gjithmonë këtë lloj lidhjeje. Është e vështirë. Prandaj duhet të mësohen, pra duhet të limitoj pak sjelljen që të nëna të fillojë të mësojë që okay, tani edhe unë duhet ta pranoj që ajo është larguar, ka filluar pjesën e jetës së saj, t'i japi këtë pavarësinë që ne tham, po prindërit nuk ta japin, ne duhet ta kërkojmë vetë ndonjëherë, dhe në mënyra pak të rrepta, pra duke eliminuar këto kontaktet, ndonjëherë edhe direkt, pra një përballje nëse nuk pranohet. Ndonjëherë kemi praktikuar këtë dhe në terapi. Unë kam një mesazh në fakt për prindërit të cilët marrin telefon fëmijët e tyre emigrantë çdo ditë, që unë kam qenë jashtë në kohën kur nuk ka pasur FaceTime edhe të tjera mjete për telefonuar fëmijën çdo orë, dhe kemi jetuar dhe prindërit mi janë, babai nuk e kam, por nuk iku nga kjo jetë pikër nga telefonatat, por jetojmë edhe prindrit jetuan atë kohë dhe ja dolën, edhe duke folur me ne një herë në javë. Kështu që ndonjëherë dhe këto, jo ndonjëherë, po tashmë edhe fakti që ke akses gjithkohës në telefonata, ka dhe kjo vështirësitë e veta sepse je gjithkohës në kontroll të fëmijëve. Ndërkohë që e mira jon atëherë ishte që ti nuk dije asgjë dhe në kokën tënde e kishe, si thua, gjithmonë është ai sistemi. Në një sistem, pra të njëjtit njerëz janë, edhe ai me merak, por në atë sistem do mbyll gojën, s'ka ç'a të bëj. Në këtë sistem di jep më shumë merakut vet, i jepet akses më i madh. Është e çuditshme. Por që kanë jetuar dhe prindër të tjerë. Kanë jetuar shumë mirë dhe një herë në javë me fëmijën duke folur.